Përshëndetje të nderuar teleshikues, nga edicioni orës 16, pas pak në lajme do të ndiqni. Kryeministri Edi Rama u prit në Bruksel nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, e vlerësoi Shqipërinë si një aleant të fortë për aleancën, ndërsa kreu i qeverisë deklaroi se vendi ynë po rilind industrinë ushtarake. Integrimi në Bashkimin Evropian brenda 2030-s është cilësuar mision kombëtar për qeverinë. Në programin e qeverisë që do të prezantohet nesër në parlament, prioriteti janë gjithashtu rritja e pagëve, arsimi e shëndetësia. Këshilli i lartë i prokurorisë ka hapur garën për kreun e ritës PAK, 19 prokurorët kanë afan, 3 janë për dorëzimin e kandidaturave, mandati është 3 vjeçar dhe pasardhësi i Dumanit do të jetë drejtuesi i tretë i kësaj prokurorie. Rritet numri i pronave të shitura në Bregdet gjatë periudhës prill-qershor. Të dhënat e instant thonë se rritja është në vlerë mbi 11%, ndërsa ekspertët shprehen se pronat e vjetra janë në pritje të rivlerësimit. Presidenti amerikan Donald Trump ka nisur vizitën në Londër, ku është pritur nga mbreti Charles. Vizita pritet të zgjasë disa ditë dhe fokusi kryesor do të jetë marrëveshje tregtare mes dy vendeve. Dhe ju njojmë tani më gjërësisht me materialet e përgatitura. Kryeministri Edi Rama u prit në Bruksel nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s gjatë takimit. Mark Rutte vlerësoi Shqipërinë si një aleant të fortë për aleancën, ndërsa kreu i qeverisë deklaroi se vendi ynë po rilind industrinë ushtarake. Shqipëria do të rilind industrinë ushtarake në bashkëpunim me NATO-n. Kështu është shprehur kryeministri Edi Rama në takimin e zhvilluar në selinë e Aleancës Atlantikut të Veriut me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, kreu i qeverisë, theksoi dhe rëndësinë e ndërtimit të portit në Porto Romano, të cilin e cilëson si një projekt që afron më shumë me programin e Bashkimit Evropian. Është kënaqësi, jo vetëm falmirësisë tonë të gjatë, por edhe për shkak të një fakti që ka gjithmonë për të mësuar nga ju. Duam të bëjmë më shumë. Tashmë po rinisim rilindjen e industrisë tonë dhe jemi të prirur të diskutojmë punën e mëtejshme për të bërë të mundur portin e ri në Porto Romano dhe të qasemi në programin e BE-s. Mund të jeti dobishëm edhe për vendet e NATO-s në Europë. Faleminderit për mikpritjen tuaj gjithmonë. Besoj që jeni njerëz se keni gjithmonë energji për të bërë më të mirën për gjithçka. You are the number one for having so much energy in early morning. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s vlerësoi kontributin e Shqipërisë në Aleancën Atlantikut të Veriut. Albania is a staunch ally. Shqipëria është aleate pa lëkundur. Ajo do të arrijë 2% të prodhimit të brendshëm bruto të shpenzimeve ushtarake. Ne duhet një bazë më e fortë industriale NATO-s. Ju po ndihmoni shumë edhe për Ukrainën. Ju po bëni shumë sa i përket ndihmës për Ukrainën. Dhe jashtë Shqipërisë jeni pjesë e forcave toksore në Letoni dhe Bullgari. Jeni aktiv në Kosovë përmes KFOR-it. Pra, u jepni një kontribut shumë më të madh se sa madhësia juaj. So you are really punching above your weight. Përveç vlerësimeve për Shqipërinë, nuk munguan as batutat mes Rutte dhe kryeministrit Rama. You are quite tall, so but still Albania is not the biggest ally. Jeni mjaft i gjatë, por megjithatë Shqipëria nuk është aleati më i madh, por po bën shumë. Dhe prandaj, unë dua sinqerisht ju falenderoj që jeni një aleat kaq i fortë. Ne dimë që NATO mund të mbështetet gjithmonë te Shqipëria dhe ju e dini që Shqipëria mund të mbështetet gjithmonë te NATO. Albania can always count on NATO. Rama dhe Rutte shprehën gatishmërinë e tyre për vijimin e bashkëpunimit nëpërmjet projekteve që i shërbejnë mbrojtjes dhe stabilitetit në çdo vend antar të NATO-s. Sigurohet programi i qeverisë që do të miratohet në parlament integrimi në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030 është cilësuar si një mision kombëtar nga ana e qeverisë. Prioritet janë gjithashtu rritja e pagave, arsimi dhe shëndetësia. Integrimi në BE konsiderohet mision kombëtar në mandatin e 4 të Edi Ramës. Në planin qeverisës që do të prezantohet e njëjtë në seancë plenare, reformat kryesore janë në funksion të këtij procesi. Ky plan bazohet në 3 shtylla, ku përveç integrimit në Bashkimin Evropian përfshihet dhe rritja ekonomike dhe mirëqenia për qytetarët. Mes prioriteteve të programit është rritja e pagës minimale, e cila deri në vitin 2026 parashikohet të arrijë në 500 euro. Po ashtu do të ketë rritje pagash për mësuesit, mjekët dhe infermierët. Për nxënësit e shkollave deri në vitin 2029 do të aplikohen programe me ushqim dhe veprimtari pas shkollës. Qeveria synon gjithashtu që të ardhurat për frym të shkojnë deri në 15.000 euro.
Shqipëria synon një administrat pa letër, thot plani i qeverisë, ku proceset digitalizohen plotësisht dhe mbështeten nga inteligjenca artificiale, nga menaxhimi i burimeve njerëzore deri te rekrutimet meritokratike. Plani parashikon përmbylljen e kapitujve dhe negociatave deri në vitin 2027 për të vijuar më pas me nënshkrimin e traktatit të antarësimit në vitin 2028 dhe ratifikimin e tij nga parlamentet e vendeve anëtare. Seanca plenare ku do të prezantohen të gjitha këto shtylla të programit edhe në mënyrë të detajuar mund të zgjasë deri të premte në mëngjes, ndërsa në të njëjtën ditë parashikohet që qeveria e re të bëjë betimin në presidencë, duke shënuar mbylljen e procesit të zyrtarizimit të qeverisë së re. Konferenca e kryetarëve vendosi që çdo deputet të ketë 10 minuta kohë për të folur për programin e qeverisë që do të prezantohet në seancën e së njëjtës. Opozita fillimisht kërkoi debat pa kufizim kohor. Kryetari i grupit parlamentar demokrat, Gazmend Bardhi, theksoi se është moment i rëndësishëm dhe secili deputet duhet të ketë mundësinë e debatit. Por më pas, anëtarët e konferencës së kryetarëve rënë dakord që çdo deputet të ketë 10 minuta në dispozicion. Kreu i qeverisë Edi Rama nuk ka kohë të limituar dhe po ashtu kreu i Partisë Demokratike apo i grupit parlamentar që do të zgjedhë të flasë pas kryeministrit do të ketë kohë të barabartë me të. Po në këtë seancë të parlamentit do të miratohet edhe kabineti i ri i qeverisës. Këshilli i lartë i prokurorisë ka hapur garën për kreun e ri të SPAK. 19 prokurorët kanë afat 3 javë për dorëzimin e kandidaturave. 19 prokurorët e prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kanë afat deri në datën 8 tetor për të aplikuar për të qenë në krye të SPAK. Kreu i ri i prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe pasuesi Altin Dumanit do të zgjidhet deri në datën 18 dhjetor. Ky është vendimi që ka marrë këtë të mërkur Këshilli i lartë i prokurorisë, i cili ka shpallur vendin vakant për kreun e SPAK. Në këtë mbledhje mori pjesë edhe një përfaqësuese nga ambasada amerikane. Prokurorët e SPAK kanë 3 javë kohë për të dorëzuar kandidaturën. Antari i KLP-s Sokol Stojani kërkoi që afati të ishte 2 javë dhe jo 3, pasi sipas tij çdo kandidat tashmë e ka vendosur hyrje në garë. Mandati i kryetarit të prokurorisë së posaçme është 3 vjeçar. Altin Dumani është drejtuesi i dytë i kësaj prokurorie, pas përfundimit të mandatit të Arben Krajës. Pas lënies së këtij posti, Dumani do të ushtrojë detyrën si prokuror i posaçëm i kësaj strukture deri në përfundim të mandatit 9 vjeçar. Pas denoncimit në emisionin investigativ Stop në televizionin Klan, policia ka arrestuar shefin e regjimit të brendshëm në burgun e Lushnjës. Irakli Leka merrte 700 euro në këmbim të dhënies së lejeve disa ditore për të burgosurit, pezullohet nga detyra dhe drejtori dhe nëndrejtori i burgut. Irakli Leka, shefi i regjimit të brendshëm në burgun e Fushkrujës, i cili u arrestua mbrëmjen e të martës pas denoncimit në emisionin Stop në TV Klan, duke marrë rishfet për një leje, nuk do të jetë më pjesë e policisë së burgjeve. Me urdhër të drejtorit të përgjithshëm, u pezullua nga detyra edhe drejtori dhe nëndrejtori i burgut të Lushnjës. Irakli Leka, siç duket në këto pamje, u arrestua pasi mori 700 euro rishfet në këmbim të dhënies së lejes 5 deri në 7 ditë për një të burgosur, i cili ishte i dënuar për kanabis. Rasti i mitmarrjes u shfaq në emisionin investigativ Stop në TV Klan, pas denoncimeve të shumta që kishin ardhur në adresë të legës për marrje të rishfeteve në këmbim të dhënies së lejeve. Leka, të cilin e thërrasin shef Mati pasi merr parat dhe i fut në xhep, u premton atyre se personi në fjalë do të dalë pas disa ditësh. Emisioni Stop ndoqi më pas edhe momentin e daljes së të burgosurit nga ambientet e vuajtjes së dënimit për të kryer lejen e dhënë pas pagesës së 700 eurove. Irakli Leka u arrestua pas operacionit të kryer në bashkëpunim me SPAK. Ai sipas njoftimit dyshohet për kryerjen e veprës penale, korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Pronat në Bregdet gjatë muajve prill qershor kanë një rritje të krahasuar me vitin 2024. Të dhënat e Instat thonë se rritja është në vlerë mbi 11%, ndërsa ekspertët shprehen se pronat e vjetra janë në pritje të rivlerësimit. Aktiviteti i pasurive të paluajtshme ka ardhur në rritje në periudhën prill-qershor të këtij viti.
Sipas Instat, indeksi i shitjeve në tremujorin e dytë 2025 krahasuar me tremujorin e dytë 2024 në aktivitetin e pasurive të paluajshme shënon rritje me 11.1%. Sipas ekspertit të pasurive të paluajshme Rinaldo Pipiria, performancë më të mirë kanë patur shitjet e pronave në Bregdet. Statistikat tregojnë që është duke ndihmuar masivisht pjesa e blerësve të huaj. Kështu që qofshin këta blerës të huaj shqiptar të diasporës, po qofshin edhe shtetas huaj të cilët vendosin të kenë një pronë në Bregdetin shqiptar. Dhe prandaj ne vërejmë që pjesa e Bregdetit është ajo e cila ka performuar gjithmonë më mirë. Ndërkohë që pronat e vjetra sipas tij janë në pritje të rivlerësimit, ndryshe po ndodh me ndërtimet e reja. 98% e kontributit të mbledhur nga transaksionet pasurive të paluajshme ose tatimi mbi fitimi kapital vjen nga tatim paguesit e mëdhenj, që do thotë vjen nga sektori i ndërtimit, që do thotë po konsumohet vetëm stoku i ri, që fatkeqësisht është më i shtrenjtë se sa stoku ekzistues. Qeveria ka bërë gati projektligjin për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme, ku parashikohet një tatim 5% nga 15 që është aktualisht, i cili pritet të miratohet nga Parlamenti i ri. Në lidhje me këtë projektligj, shoqata kombëtare e ndërmjetësve të pasurive të paluajtshme ka propozuar që efektet e tij të shtrihen për 12 muaj dhe propozon një diferencë në tatim, ku për banesat të jetë 3% për të lehtësuar strehimin. Rritet ndjeshëm numri vizitorëve jo rezident gjatë muajit korrik, Instat thotë se flukset më të mëdha kanë qenë në Bregdet. Flukset turistike gjatë këtij viti shënuan rritje të ndjeshme të vizitorëve dhe në qëndrimeve të tyre në strukturat akomoduese në korrik, sipas të dhënave zyrtare. Instat bën të ditur se vizitorët gjithsej u rriten me 34.6%, prej të cilëve ata jo rezident shënuan një rritje prej 45.3% dhe rezidentët 11.2%. Një element tjetër tepër i rëndësishëm që shënoi rritje ishin edhe në qëndrimet gjithsej, që u rritën me 33.5%, ku vizitorët e huaj u rritën me 44.4%, ndërsa në qëndrimet nga rezidentët me 9.8%, referuar të dhënave të Instat. Duke qenë se këto të dhëna përkojnë me muajin korrik që flukset turistike janë më të larta, rritja më e madhe e vizitorëve jo rezident u shënua në zonat bregdetare me plus 50.3% dhe në hotelet dhe akomodimet e ngjashme me plus 41.1%. Të ndarë sipas shteteve, shumica e vizitorëve jo rezident, të cilët u akomoduan në strukturat pritëse në Shqipëri, ishin nga Kosova me 21%, Polonia me 11%, me 10% nga Italia, ndërsa nga Gjermania dhe Franca kontribuan përkatësisht me 7% dhe 6% të vizitorëve, ndërsa pjesa tjetër prej 45% ishin nga vendet e tjera. Këto të dhënat e Instat reflektojnë prirjen e rritjes së turizmit hyres nga tregjet kryesore të rajonit dhe të Europës. Rriti global i udhëtimeve vlerëson Shqipërinë si vendin e parë në mesdhe që duhet vizituar. Plazhet e Himarës janë unike dhe ofrojnë qetësi larg turmave masive. Tre vendet e fsheta mesdhetare që po njihen si destinacione që duhen vizituar patjetër. Kështu nis kryet titulli Travel of Path, që ka në fokus të shkrimit një ekspert udhëtimesh, i cili rendit Shqipërinë si vendin e parë për të vizituar, duke lënë pas Turqinë dhe Malin e Zi. Në brendësi të artikullit shkruhet se nuk ka dyshim, Shqipëria është vendi më në modë i mesdheut dhe pyesni se ku të shkoni përgjatë brigjeve piktoreske të saj dhe do të merrni një mori përgjigjesh të ndryshme. Travel of Path shkruan se një prej destinacioneve që ja vlen për të vizituar është Himara, një vend i bukur dhe pa turma. Plazhi i bukur ndodhet në një vend të përsosur përgjatë rivjerës shqiptare, duke u ofruar vizitorëve brigje blu, qire ku mund të notosh, darka në ajër të pastër dhe udhëtime ditore në jalë dhe qipe, shumë pranë për ujëra edhe më të kristalta. Në artikullin për Shqipërinë, Travel of Path nënvizon se nuk keni pse të shkoni larg zonës së Himarës, pasi ka plazhe të shumta për të vizituar pranë njëri tjetrit, secili me stilin unik. Një destinacion tjetër është edhe plazhi i Potamit dhe ai i Livadit, dy pika turistike të cilat nuk kanë shumë turma plazhistësh e turistësh, ndërsa për vendodhjen ideale Buzdetit duhet të vizitoni Porto Palermon, një zonë fshehur me një kështjell magnitëse dhe me plazhe të qeta. Në përmbyllje të shkrimit të Travel of Path, që rendit Shqipërinë si një nga 3 destinacionet më të bukura mesdhetare për të vizituar, përmendet edhe qyteti i vjetër i Himarës, së bashku me Kalan. Pas një dite të këndshme në plazh, duhet edhe një shëtitje nëpër qytetin e vjetër të Himarës, i cili është vërtet si një kapsul kohe. Të konsumosh ushqime të shpejta të prodhuara në mënyrë industriale kanë direkt ndikim në trup, pasi ulin sasinë e glukozës dhe ndikojnë tek kujtesa. Ushqimi i procesuar dëmton kujtesën. Të gjitha ato ushqime që etiketohen si junk food globalisht ndikojnë drejt për drejt tek një grup neuronesh që janë përgjegjës në kodifikimin e kujtimeve dhe efekti është shumë i shpejt.
Sipas grupit kërkimor të Universitetit të North Carolina në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të publikuar në revistën shkencore Neuron, kjo pasojë i shtohet listës së gjatë të efekteve negative që kanë në organizëm ushqimet e pasura me sasi të larta yndyrore të dëmshme. Por organizmi i njeriut fatmirësisht ka një mekanizëm ripërtëritjeje që ndodh nëse i rikthehet një regjimi ushqimor të shëndetshëm. Prej kohësh, shkenca është në dieni që një dietë e pasur me yndyrna ndikon në funksionimin e trurit dhe mënyrën se si ai asimilon glukozën. Në rastin e ushqimit të procesuar, ku grupohen fast food, ushqime të paketuara dhe përgatitura industrialisht, sasia e glukozit në tru pëson reduktim, duke luhatur të gjithë nivelet hormonale, duke krijuar probleme në formë domino, deri në bllokim të ngulitjes së memorjes së përditshme. Ky mekanizëm i dëmshëm aktivizohet në momentin që organizmi rikthehet të furnizohet me ushqim të pasur dhe të balancuar me të gjitha vlerat si karbohidrate, proteina, fruta, perime. Presidenti Amerikan Donald Trump dhe zonja e parë, Melania Trump, mbritën me helikopter në kështjellën në Windsor për takimin mbretëror. Çifti presidencial u prit nga princi dhe princesha Walesit, William dhe Kate, më pas u përshëndetën nga mbreti Charles dhe mbretëresha Camilla. Mbritja e presidentit dhe zonjës së parë u shoqërua nga banda muzikore Household Cavalry, të cilët ishin veshur me uniforma shtetërore të dizenjuara në shekullin e 17. Mbreti Charles dhe presidenti Trump, teksa i drejtoheshin kështjellës Windsor, u shoqëruan nga 80 ushtar. Vizita shtetërore pritet të zgjasë disa ditë dhe fokus kryesor do të jenë marrëveshje tregtare mes dy vendeve. Londinezët janë të ndarën për sa i përket qëndrimit dhe vizitës së presidentit amerikan në Londër. Disa e mirëpresin, ndërsa të tjerë u ngritën në protesta pasi e konsiderojnë si shkaktarin kryesor të trazirave në botë. Vizita e dytë shtetërore e presidentit amerikan Donald Trump në Mbretërinë e Bashkuar ka shkaktuar debate të mëdha në opinionin publik londinez. Shumë e konsiderojnë këtë vizitë si një akt të domosdoshëm diplomacie, por jo të gjithë e mirëpresin atë. Në qendër të vëmendjes ishin edhe protestat. Policia konfirmoi arrestimin e 4 personave pasi projektuan imazhe të Trumpit dhe Jeffrey Epstein në kullën e kalasë së Windsorit. Londinezët ndahen në dy kategori, ka nga ata që e mbështesin Trump, ndërsa të tjerë janë kritikues. Mendoj se po bën një punë të mirë për atë që bën, po përpiqet ta bëjë Amerikën përsëri të madhe dhe kemi nevojë për dikë të tillë në Angli. Jam i lumtur që është këtu. Nuk e kuptoj pse bëhen protestat, vërtet. Më pëlqen Donald Trump. Mendoj se ai ka parime të mira. Të paktën ai po përpiqet të ndalë luftrat. Mendoj se ka pasur shumë vuajtje dhe shumë njerëz po vdesin. Unë besoj se të gjithë duhet të jetojnë në paqe dhe në dashuri. Por jo të gjithë e kanë këtë mendim. Një pjesë e londinezëve e përshkruajnë vizitën e tij si një situatë të keqe. Sinqerisht mendoj se është diçka e paprecedent. Për dikë që është sjellë si ai që nuk ka respekt për sundimin e ligjit të ketë një vizitë shtetërore të paprecedent dhe të shpërblehet në këtë mënyrë. Në rrugët e Windsor, dhjetra londinez u mblodhen kundër vizitës së Trump. Me pankarta në duar, Tirani erdhi për çaj dhe demokracia vdes ndërsa Trump gënjen, protestuesit shprehen se paqëndrueshmëria e presidentit amerikan po shkakton trazira në botë. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka zhvilluar një bisedë telefonike me Trump për sanksionet ndaj Rusisë. Ajo paralajmëroi se do të përshpejtohet afati për t'i dhënë fund varësisë nga gazi dhe nafta ruse. Bashkimi Evropian po përgatit paketën në 19 të sanksioneve kundër Rusisë, me një fokus të veçantë tek energjia, bankat dhe kriptovalutat. Ky lajm u bë i ditur nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pas një bisede telefonike me presidentin amerikan Donald Trump. Në një postim në platformën X, von der Leyen theksoi se biseda me presidentin Trump u përqendrua te forcimi i përpjekjeve të përbashkëta për të rritur presionin ekonomik ndaj Rusisë. Ajo paralajmëroi se Komisioni do të propozojë shpejtimin e heqjes graduale të importeve të lëndëve djegëse fosile ruse,
duke synuar të godas drejt për së drejti ekonominë e Moskës. Megjithëse kanë kaluar më shumë se 3 vjet nga fillimi i pushtimit rus në Ukrainë, SBA dhe Bashkimi Evropian vazhdojnë të importojnë miliarda euro mallra ruse, duke përfshirë gazin natyror dhe uraniumin e pasuruar. Më parë, bloku evropian kishte vendosur si objektiv të jepte fund blerjeve të naftës dhe gazit rus në janar të vitit 2028, por tani duket se ky afat do të përshpejtohet. Administrata Trump po ushtron presion të vazhdueshëm mbi Evropën në mënyrë që të marrë rolin kryesor në përfundimin e luftës, pasi sipas tij kjo luftë nuk është e Amerikës. Presidenti Trump i ka kërkuar BE-s të vendosë tarifa të ashpra ndaj Indisë dhe Kinës, dy blerësit më të mëdhenj të naftës ruse, dhe të ndalojë plotësisht importin e energjisë ruse. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion, Lajmesh, faleminderit që na ndoqët.